Një çun i vogël donte të blente një papagall dhe i thoshte mamit: "O, ma lutem jep na i lek se du të blej një papagall bukur se të gjithë shokët e mi kanë, unë mbetë pa papagall." Ktheja ne mo, nuk i jep lekët mami, ai vazhdon t'ja kërkoj gjyshes. Gjyshe kishte dëgju se në fshat shiten edhe ke katunarët edhe ke marinarët papagallë. Po ato të marinarëve thonin shumë më shumë fjalë të pista, kështu që i thot Nipçes, thot unë po t'i dhash lekët, thot më jep fjalën që do ta blesh tek katunarët dhe jo tek marinarët. Patjetër me gjyshe, i thot ai. Mirë, niset ky ke katunarët, shikon gjithë këto papagalla, asnjëri që i pëlqente këtij. Kur ikën, takon një marinar dhe i thot: "Po ky papagalli jot, thot, ç'a dit boj, ç'a dit thot?" "Po ky dit boj shumë gjëra," i thot, "po varet se si ja thua ti." Mirë, i thot ai, hajt shikoj të tregoj një ushtrim që bën papagalli im. Mirë, ulet aty, i thot papagalli, thot, "Ngrije komën e majt." Ngren komën e majt papagalli, edhe i thot ky: "Shikon si e ngreti." "Po tani," thot, "ç'a ti bëjmë?" "Ja," thot, "shiko prap," thot, "ule komën e majt, ngrije edhe komën e djathtë." Mirë, ul komën e majt papagalli, aty, ngre komën e djathtë, në rregull. Thot, ule, thot, edhe komën e djathtë, thot, "Tani e shikon, thot, që papagalli im nuk thot fjalë të pista." "Po," thot, "ma mushe mein, thot, do ta ble." Mirë, shkon djali ke shtëpia dhe i thot: "O gjyshe, gjyshe, kam bler një papagall, shumë të mirë, ky nuk thot fjalë të këqija fare." "Ha më birë," thot nëna, "të dëgjojmë një herë." "Papagall, ngrije pak komën e majt." Ngre papagalli, edhe djali kishte harruar se çfarë fjalësh i tha marinari, edhe i thot prap: "Ngrije edhe komën e djathtë." Shikon papagalli dhe i thot djalit: "Po unë ku t'ri, thot, ke zogu Satom?" Ha 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 ha.